Ndonse komuna e Sarajit nuk është kompetente, kreu i kësaj komune Muhamet Elmazi thotë se për një afat të shkurtër kohor, qyteti i Shkupit pritet të hapë tenderin dhe praktikisht të nisin punimet për ndërtimin e rrethrotullimit në hyrje të komunës së Sarajit, të premtuar në fushatën zgjedhore nga kreu aktual. Elmazi tha se përveç rrethrotullimit në hyrje të Sarajit do të ndërtohet edhe një ure re lidhëse. Dhe jena në pritje të hapjes të tenderimit, ka disa pengesa teknike në qytet Shkupit, çka u ka vanu, domethënë gjithçka është gati edhe shpresojmë se brenda kësaj periudhe shumë afatshkurte do fillojnë punimet ku do kete në vendbanimin Saraj edhe një urë të re. Kjo nuk është hera e parë që Elmazi flet për hapjen e tenderit për ndërtimin e rrethrotullimit në hyrje të Sarajit. Për herë të parë për këtë çështje kishte folur në emisionin Debat në Shenja më 27 prill të këtij viti. Dhe ja, një lem ekskluziv për emisionin e juaj, jo më larg se dje ishim në një takim të përbashkët me kryetarin e qytetit të Shkupit dhe se brenda mos them ditësh, brenda këtyre 2 javë 3 bëhet hapja e tenderimit për urën e re dhe rrethrotullimin në Saraj. Do me thonë nuk bëhet rrethrotullimin në urën ekzistuese, diku 100-150 metra më lart dhe kjo tjetë një lajm ekskluziv për emisionin e juaj. Do me thonë ati problemit të kamotshëm të banorëve të Sarajit i vije zgjidhja. Udhkryqi ku pritet të ndërtohet rrethrotullimi është një prej vendeve më të rrezikshme për shoferët që duhen të kyçen nga rruga Panajot Ginovski në bulevardin Gjorgje Petrov. Qytetarët thonë se shoferët që vinë nga Kondova dhe fshatra të tjerë përreth e që duhen të lidhen me udhkryqin që çon drejt Sarajit kanë vështirësi të mëdha dhe shpesh ndodhin edhe aksidente.